është refuzimi i rinjve kosovar me i punu disa punë specifike, por jo për shkak të punës, për shkak se nuk sigurohen mjete apo në aspektin shëndetësor mjaftueshëm masa të cilat e sigurojnë punëtorin me punu këtë punë në mënyrë të sigurt. Pra, puna në ndërtimtari e kemi pas, se veç këtë vit kemi pas një numër enorm të vdekjeve në vend punishte, edhe pse inspektorati ka bojë inspektime të mjaftueshme, andaj edhe kemi pa reflektimin se si personat apo punëtorët e huaj që vinë nga Turqia, Bangladeshi, kanë tendencë kryesisht me punu në sektorin e ndërtimtarisë, sepse kushtet e punës janë më të pavolitshme, siguria dhe shëndeti në punë nuk është në nivelin e dëshiruar. Sigurimet shëndetësore nuk janë të rregulluara. Pastaj rrogat nuk janë të kënaqshme, andaj një kosovar në vend se të punoj këtu në sektorin e ndërtimtarisë, po vendos me shku jashtë, ndërsa personat e huaj nga shtetet më pak të zhvilluara se Kosova janë të hapur me punu këtu pavarësisht kushteve të rënda të punës që i kanë.